Nga sot deri me 25 tetor, Dhoma Avokatisë së Shqipërisë ka vendosur bojkot në shenjë proteste për arrestimin e avokatit Ulian Bajrami 3 ditë më parë, me akuzën se ka kanosur për shkak të detyrës prokurori Gjetseka gjatë një seance në gjykatën e Elbasanit. Me këtë bojkot është të bashkuar edhe Dhoma Avokatisë së Durrësit. Kreu i kësaj dhome, Lorval Petani, u shpreh për televizionin Adrenet. Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë me një vendim qarkullues numër 270 të datës 19/10/2025 ka marrë vendimin për bojkotimin e seancave gjyqësore penale me karakterit për të proces hetimor, gjyqësor dhe për të gjitha këto çështje lidhur me ngjarjen e ndodhur në qytetin e Elbasanit. Arrestimi i avokatit Ulian Bajrami u konsiderua si një shkelje e hapur dhe flagrante e ligjit nga ana e prokurorisë dhe gjykatës. Për këtë arsye, derisa të dalim në një vendim përfundimtar, është vendosur bojkoti 5 ditor i gjithë për këtyre proceseve hetimore dhe gjyqësore nga ana e të gjithë dhomave vendore në Republikën e Shqipërisë. Për këtë arsye, dhe dhoma vendore e Durrësit me vendimin numër 164 vendosi të respektojë këtë vendim qarkullues të Komitetit Drejtues të Dhomës Avokatisë së Shqipërisë, duke bojkotuar seancat gjyqësore për 5 ditë në shenjë solidarizimi të këtij problemi që ka ndodhur. Një ditë më parë, edhe shoqata avokatëve penalistë të Shqipërisë dënoi arrestimin e avokatit, teksa tha se ai u vu në pranga vetëm se i komunikoi prokurorit synimin për të bërë kallëzim penal.